Ona ta shijus. Va. Hajde ulim në të në mes rrugës. Fatosnanu në ke shoti? Apo e ke pas? Fatosi. Si është ma beli? Po, e kam pas shumë. E kam pas shumë. Që bone ti për Fatosnanu kërë nëzore nga burg? Una? Asi jo. Që bone si nëzore nga burg? Asi sen. Si nëzore nga burgu Fatosnanu? U e lesh në burg në 93-97. U bo lufta, dhe më thonë. Mas 97 se doli. E nga 2005 mos atakova. Porque jam debitor, Fatosnanës personalisht. Se shkoj me taku. Shkoj me taku? Ja. Ta morëm në telefon. Për 6 sekund. E di se dhe shokët e tjerë, ajo në braçën gjatë. Shkoj me taku gjo. Po. Iku e po. Takimi jot me Sali Berishën të në... Që do t'i dishë, do më dhe ishën 2500, të me ndonë shumë, është në planet, dhe rrishin shumë si generala. Por Sali Berisha dhe Pallis Mizogisi, që foli pak në televizor sot, pra i shfryzon me mjatë se a i kështë bota problemet, dhe ishte një shqiptare, do më thonë, në 1997, në të dizmi. Klerë, marri pak më kriminali, me më idiogu, do më me sirare. Po, e shku me jote në tropoj, si shku? Shi, pëtje, Në 2006. du të thush që do dalin televizor. Tha di Breciani, tha, mirë, tha, shqipë erdhe, tha shumë. Ik, tha, shqipë, ik, tha. Tha di Breciani. Po pse ta hik? Ku du, ishe bëllë i zgjidhe, apsit e mija, logji fizikë, partik Kosovë, dra. Unë s'tako asi, tha, dio hik, tha në Tiranë prapë. Po, Devi. që Ma do qik shme të thonë, që do shme takoj thonë? Tashim thuaj të vërtetën. Çfarë menimi ke për Partinë Demokratike në përgjithësi? Ajo Partia Demokratike? Ajo djetë që unë kam qenë nga anë e majtë e Partisë Kuqe, që të spesës, kështu që ne majtë, dhe më thonë, kemi votuar të majtën, të sizmë, Fatosnanën, e partitë të tjera. Po pse, kishte ndonjë gjë kundrejt Partisë Demokratike apo thjesht kishte një parapëlqim për të majtën? Po. Prita që ke kongrekin. O shito kërcesh që shito. Ja. I parapëlqim për të majtën. Ishte diçka reale, pra Partia Demokratike ishte tërsi vërsi. Kurse Partia Socialiste ishte kodin e vetë ligjore, domethënë. Po, plot nevoja dhe plotësimet komuniste. e tuaja. Plotësimet e tuaja për sa i përket jetesës, bashkëpunëtari ekonomik, Po, është realiteti objektiv, domethënë. rritje inflacioni apo ulja? Ti vjen e kongrekin. Është realiteti objektiv, domethënë, çfarë Partia Socialiste e kishte këtë. Po, për një rritje inflacioni apo një ulje të ekonomisë të vendit? Në realin e saj ata ishin deputetë opozitar, domethënë. Në partinë atyre ato organizuan të luftë, domethënë politike dhe punëtore, domethënë. Mbyllet emisioni. Partia Socialiste. Kështu që Partia Demokratike e Ballis Mizogisi ishte një plerësirë, domethënë, në historinë shqiptare, domethënë, në mesjetën rreth modernës dhe aktuale, domethënë. Po. Tashi u mbyll emisioni. Faleminderit. Po. Faleminderit, na dhe mirë, ju mirë takofshin. Kena që të na bësh i kërcim. Mirë. Ha? Ja, po edhe kongën po ta vëm. Kërca. Hova! Jo, s'ka pistolet. Hova! Po, nuk di kërcim mirë. Aca, se ti dona i lek kërca, se di. Hova! Oh! Hova! Opa!
Ec! Ec aty! Ova! I ka nik pluma. Sa me një për salën në të Po shkele makinë. Notën! Kujdes sa të shkeli. Lale, natën! shkërce me shi. O pale, do futesh Facebook. Pa, futesh Facebook me shidin. Bashkëpunëtori I ti. Jepi cigare. Dy merita, ja një. Ka për nizë. Bo dhe shi, lesë të folim qik për sarën. Lesë do kërcej qik. Mos e frujë qik dërë nono. Ha, se nizë. Facebook. Ka nik pluma të shkërë. Të gjithë ka bazë. Ka nik pluma të shkërë.